Këtë herë jemi me Gjergj Stefan, përshëndetje Gjergj. Përshëndetje. Gruaja ndrohet po skuadra zemrës jo? Dashurat polit. Është mungesë respekti për gjithë tjerët, flitet vetëm për brojën. Thonë që do preferoja Lorik Canën trajner të kombëtarja. Ivan Balliu, thot, bomba aki është shqiptar. Rejmane. Pisha Rejmane. Është pa shtëpi. Unë e kam filluar sportin me kickbox. Bëhet vlonjate, Sa thotë. me thosha i del kjo vlonjatja nga brenda. Unë e lë, vlla. I bën like vajzave të tjera. Nuk komentoj fare ram grup. Miq të Andale Sportja, ku jemi në një tjetër javë ku do flasim për futboll dhe siç e dini ne gjithmonë kemi të ftuar special për të folur. Kemi madh thonë që gjithmonë është këtu i pranishëm me ne. Por për të marrë të shihen e vërtet të futbollit, këtë herë jemi me Gjergj Stefan, përshëndetje Gjergj. Përshëndetje. Mirë se na erdhe Gjergj. Patëm gjeta, kënaqësi si gjithmonë. Patëm një javë futbolli goxha të ngjeshur, patëm derbin Inter Milan, patëm gjëra të bukura kampionatin anglez, kampionatin spanjoll që ti ndjek si e pe këtë fundjavë futbolli. Po shiko, unë besoj që futbolli është dinamik, çdo javë ofron ndeshje të bukura, ndeshje të mira, ndërkombëtare, ndeshje të niveleve të larta, është bërë shumë emocionues. Unë kam përjetuar me shumë kënaqësi gjithë kualifikimet e kampionatit botror, nga ishut e vegjël Gurachao deri në Glasgow, drama Budapestit, apo dhe ajo e jona në Andorë, sepse dhe ajo ishte një mini dramë vete për mënyrë si fituar. Kënaqësia e njerëzve pra për të shkuar kampionat botror, se unë vazhdoj të mendoj që ky trofeu që kemi këtu, Kupa Botës, është gjë më e rëndësishme, është ëndra e çdo futbollisti dhe është dashuria më e madhe dhe si thoshte edhe Federico Buffa, një narrator shumë i madh italian, Kupa e Botës ka ndryshuar historinë e jetëve tona. Qëndron. E bukur është që ne nuk e prekim se është ai miti që po preket trofeun ka fat keq. Ne nuk e prekim se po e lëm për Amerikë. Po, ne kur kemi qenë të vegjël, po edhe unë po besoj dhe ju, pavarësisht se jeni më të vegjël, kemi pas gjithmonë këtë ëndrrën për të shkuar në kampionat botror. Madje ishte një moment që as nuk guxonin ta ndronin për hir të vërtetës, domethënë duke kështu si utopi, po ja si vin ditët, ne jemi aty pranë. Jemi vetëm 180 minuta larg, në rastin më të mirë ose 360, rastin më të keq. Dhe kur shoh vende si Gurachao me 150.000 banor, Islanda dikur apo Zambia, ish Republika Kongos, ish Zambia që mund Nigerinë dhe Kamerunin play-off, them pse jo. Pra e rëndësishme është që kemi hyrë te faza pse jo. Why not? E bukur është që ne mund të shkojmë në Amerikë edhe unë do gëzoj pak më tepër se mund të shkoj të shoh Miami, shoh pak Leo Messi nga afër. Tani magjik. Do thosha djeni vizën kollaj nuk themi më ti thu. Se përpara se fillonim regjistrimet, morëm dhe vesh detaj interesant për Gjergjin. Që? Tifoz i Romës. Me Romën e habiti pak. Më çuditi. Po këtë e di gjithë Shqipëria. Se? Edhe Italia, që jam tifoz me Romën. Jo, unë se dia. Nuk kam fshehur gjë. Unë jam bërë tifoz me Romën në një ndeshje të finalet Kupa UEFA. Asokoj 91-shin, Roma Inter 1-0 gol Riccitelli dhe më ka pëlqyer shumë atmosfera në stadium. Okej, përveç një lloj simpatie për Milanin, patjetër sepse luajnë holandezët dhe për mua Hollanda është Shqipëria dhe Hollanda janë dy dashuritë më të mëdha futbollistike. Dhe pastaj për Francesco Totti që unë mendoj që nga pikpamja e individualitetit, e besnikërisë, e dashurisë, e qytetit është ajo çka do donin gjithë, pra të lindesh dhe të rritesh në tjetër qytet, ti je flamurit i qytetit, gjë që nuk e ka provuar me gjithë respekti që ka mas Messi as Ronaldo, sepse të dy është dashur të shkojnë diku tjetër për të bërë flamuj. Domethënë Totti ka qëndruar aty dhe besoj bashkë me Totin dhe dashuria për Roma. Pastaj ai Olimpico është shumë i bukur për të. Ti je dakord me shprehjen e Totit që gruaja ndrohet po skuadra zemrës jo? Gjen edhe tek unë gjen më të. Shiko, e di çfarë bën përshtypje. Jo, po dashurat polit. Edhe të ne. Mantho për shembull mund të flisë më mirë për këtë, po më bën përshtypje që Mantho është shumë i qetë dhe modest për faktin që në këtë javë Cristiano Ronaldo 40 vjeçar bëri një tjetër gol me rafishat dhe Mantho po pret ta them unë se nuk po nxjerr vetëm pak. Unë midis Messit dhe Ronaldos, shikoj, nuk jam tifoz as në kuptimin, nuk jam tifoz primar as i Messit as Ronaldo, sepse unë jam rrit me Van Basten, Ronaldo Dalimën, me Kakan, me grupin. Mirë, se ne kemi diskutimin ton, prandaj po them. Po, në këtë diskutimin e pas 2000-shit, derisa Messi fitoi Kupën e Botës, që është gjë më e rëndësishme që mund të bëj një lojtar, besoj që nuk ka absolutisht asnjë diskutim. Pra asnjë lloj debati se kush është lojtari më i mirë në botë që ka kohë Maradona. Jo, mos ndryj fare. Mos ndryj fare. Pra Messi nuk mund të krahasohet me Ronaldo, Messi mund të krahasohet me Maradona. Po, okay. Për ashtu, po me Ronaldo jo. Pyetje. Pak më herët tha që në futboll ndikojnë sponsorat, sidomos bizneset, apo jo? Po vërtet. Messi luante te Parisi, botrori u zhvilluar në Katar. Mos u fut me teori. Ata pasën ndikime që Messi të merrte atë botror? Mos u fut me këtë teori.
Madje për ta zhvilluar përgjigjen tënde dhe për t'i dhënë udhë budallikut që sapo the. Ka pasur në minutën e fundit kur portieri Martinez me një maj thoi priti topin. Prit ta mbaroj, që të shkonte 4-3. Të gjithë sponsorat telefonuan dhe sulmuesin dhe portierin që ta gjunte. Ka pas dyshim ta plot. Po debat do të flasësh me fakte. Unë jam pas dyshim ta plot. Unë jam tifoz i Hollandës dhe Argentina e super meritoi penalltin që mori kundër Hollandës. Kështu që nuk është mirë kur ne vëmë dyshim gjëra kaq të mëdha siç është Kupa e Botës. Le të trimte Europa jon dhe aty. Edhe aty ndoshta ca gjëra do më vënë dyshim. Më mend që është bërë një debat shumë i madh vitin 2010 kur e fitoi Messi. Për i vërtetës unë kam që kundër fitores Messi sepse gjithmonë mendoja që topin e ardhur do ta fitonte dikush që fitonte një gjë të madhe. Për më tepër që atë vit u luajt një botror që e fitoi Spanja, ku Iniesta ishte super futbollist, ku Messi nuk shënoi asnjë gol në atë botror. Champions League e fitoi Interi. Dhe topi i ardhur duhet ndajë midis Iniestës dhe Wesley Sneijder. Për mendimin tim duke qenë se shkon në finale. Iniesta e meritonte sepse Spanja fitoi Kupën e Botës. A sa pak më para që Messi meriton të jetë lojtari më i mirë në botë për kësaj Kupe bote. Pse në vitin që Messi t'u dha topi i ardhur? Por ka gjithmonë një por, ku për topin e ardhur votojnë 70% lojtarë, futbollistë, dhe ata mos është shumë se sa me këtë këndvështrim, se ky është këndvështrim gazetari, ata votojnë me shije, votojnë me ndjesi, votojnë me pasion dhe për sa kohë Messi do ta fitonte. Megjithatë, korat kanë mbaruar për Messi dhe Ronaldo në kuptimin e mirë të fjalës dhe tani duhet të mësojmë që të hyjmë në një epokë të re të futbollit, ku nuk do ketë më dy individë që do jenë protagonistë, por do jenë më shumë se dy. Do shkoj gjua ime aty ku më dhëmbë. Okej. Se super eksperiencë në futboll. Si është atë situatën e Realit? Momentalisht flitet që shumë lojtarë të Realit Madridit nuk e duan trajnerin Xabi Alonso dhe duan ta largojnë. Viniciusi pas ka vendosur kusht, nëse doni që të rinovojë me ju, duhet të largoni Alonson. Tani është normale që lojtarët t'i hypi mendja dhe kërkojnë largimin e trajnerit me thjesht 2 muaj 3 sa ka Alonso? Ne ndonjëherë gjykojmë futbollin sikur të jetë një laborator, por ne harrojmë që edhe në familjen, punët ku kemi dhe ku jetojmë për ditë, njerëzit janë qenie egoiste, sidomos kur bëhet fjalë për njerëz me nivel shumë të lartë profesional, siç janë futbollistët dhe trajnerët, dhe është e pamundur mos ketë debate, dhe është e pamundur mos ketë klane, është e pamundur mos ketë grupime. Pra, rezultati nuk është kaq i rëndësishëm. Ti mund të jesh duke qenë në vend të parë dhe futbollistët mos të duan dhe të gjejnë një mënyrë për të larguar. Por ti mund të jesh dhe në vend fundit dhe futbollistët të duan dhe të qëndrosh. Pra duhet te Real Madridit për fatin e keq trajnerit duhet i bëj të gjitha, duhet të kënaqet dhe presidentin, dhe tifozët, rezultatin dhe lojtarët. Prandaj është skuadra më e madhe në botë sepse trajneri sa mos bëhet çefi kaq shumë. Mund të shërbej portofolit dhe harmonisë skuadrës, mund të japi drejt edhe trajnerit. Dhe për të folur pak dhe për kombëtarën shqiptare, do ta fillojmë me një pyetje. Kemi në play-offin e botrorit Shqipërinë dhe Kosovën. Nuk është hera e parë që Shqipëria tenton të shkojë në një kampionat botror. Në vitin 1985 Shqipëria luante kundër Polonisë. Njësoj, luante në Tiranë, dhe nëse Shqipëria do të mundte Polonisë, Shqipëria do të shkonte në Meksik. Madje gazeta Osteni e kohës bëri një kështu me dylbi trajnerin Shqipërisë, duke parë gjatë Meksikën për horizontin. Dhe situata ka qenë shumë e bukur sepse ishte një ndeshje me Greqinë që duhet luajtur në prill, vdes Enver Hoxha, ndeshja anullohet. Për fatin tonë të keq futbollistik, se nëse mundshim Greqinë për shembull në atë moment, kishim më shumë shanse. U mbajt zi një javë dhe u kërkua UEFA dhe FIFA se ndeshja mos luajë. Dhe ata ishte ndeshjen për nëntor. Me Poloninë do luajë në maj, Zivi Bonje kishte ylli Polonisë, lojtari më i mirë i Europës për momentin dhe një natë përpara, se si ishin kalendaret se sot atëherë ishin. Futja kot. Një natë përpara luaj finalja e Champions League-s në Belgjik. Vdesin 60 njerëz, 70 njerëz, tragjedia Heselit, Bonje fiton penallti dhe vjen me avion privat nesër në Tiranë. Polonia kishte ardhur 3 ditë tu, vjen me avion privat, vjen orën 12, nga aeroporti shkon në fushë bën dhe gol. 1-0. Na mund Polonia neve dhe atëherë ne u mbasim shansin e parë për të shkuar në kampionat botror. Shansin e dytë për shkuar në kampionat botror e kena pas para Polonisë para 3 viteve, ju se mbani më, po ishte një ndeshje Shqipëri-Polonia në Albania në pandemi, ku thyen të gjithë rregullat e pandemisë, ishin 23000 veta në stadium. Horror, film horror, tmerr. Dhe ne humbëm 0-1. Po të fitonim atë ditë me Poloninë, kishim prap Anglinë në grup. Po të fitonin kundër Polonisë, shkëshim play-off të botrorit. Ashtu si kundër, pasi e mundën Poloninë 2-0 në Tiranë para 2 vitesh me Silvinjë, ne shkojmë në Evropian. Pra, fati e do që ne të gjithë këto historitë më të mëdha të shanset tona të ndërthurim me Poloninë të radhë në Varshavë, ku në 84 kemi bërë ndoshta golin më të bukur të historisë. Ka po Bedri Omuri ka dalë 2-2. Kështu që e parë në këtë këndvështrim mendoj që i kemi ato shanset tona dhe historia nuk është kaq kundër sa thuhet.
Mund të bëj një Po pyetje jeti jashtë mo- skenarit Niko im se. Nuk Kam kemi- qef ti pyes nuk kemi skenar në Flash pa fjalë. Jo, po vjen pyetja tjetër tani, se Përveç- këtë pyetje kam bërë Albanxhanit. Ha. Me këto arritje që kemi. Po ja ke bërë Albani. Po, tani. bëj- Bëj edhe gjë Me që këto arritje që Ti vjen të kemi. dyja. Trajneri më i mirë në historinë kombëtares është Debiazi apo Silvinho ja mori kthes me këtë play-offin? Pyetja duhet ishte, nëse ti do ishe presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit. Unë them ti si gazetar, Jo. kush pëlqen si trajner më i mirë i Jo, historisë? këtë do zgjidhje për trajner, do zgjidhje Debiazin apo zgjidhje Silvinho? Kjo do ishte një pyetje që do zërë vend. Unë mendoj që të dyja trajnerë shumë të mirë sepse të dy kanë arritur të njëjtin objektiv, dërgimin e Shqipërisë në kampionat evropian. Debiazi në Europian bëri më mirë se Silvinho në Europian, fitoi 3-0 kundër 1-0 kundër Romanis, mori 3 pikë, Silvinho mori 1 pikë. Kështu që nga pikpamja pikëve mendoj që Debiazi është trajner më i mirë se Silvinho. Nga pikpamja e shijeve, nga pikpamja e ecurisë, Silvinho është më i mirë se Debiazi. Nga pikpamja e shijeve unë do kisha zgjedhur Debiazin edhe se është italian, e kam dhe çik kështu si më afër, kena pas dhe më shumë isi. Por të dyja skuadrat i shoh aty, nuk shoh në një ndryshim të madh midis Shqipërisë dhe Debiazit, Shqipërisë Silvinho. Dakor, tani bëjmë një ndërhyrje tjetër me një citim tëndin. Ma korrigjon nëse jam gabim. Se unë i kam ndjek intervistat dhe kam kapur diçka. Ke thënë që do preferoja Lorik Ca në trajner të kombëtarja. Nuk jam gabim. Un kam thënë që duhet vi një moment që Shqipëria, ashtu siç bëjnë shumë shtete të tjera të Ballkanit dhe të Europës, t'i japin shansin personazheve futbollistik shqiptar të së shkuarës, që në krye të pankinës të vënë futbollistët më të mirë dhe ikonat më të mirë. Bosnia për shembull në 2014 shkoi në kampionat botror dhe trajneri ishte Safet Sušić, ka qenë futbollisti më i mirë i Bosnjës vitet 80, ka luajtur edhe në Francë. Dhe ka menduar gjithmonë që kur të vit dita që ne do t'i ofrojmë ekipit ton, duka se ne ofrojmë do ta zgjidhja, e merr vendimin për këtë punë, lart madhënia e tij, si themi, gjithçka. Kur të vit dita që ai të mendojë që Shqipërisë duhet një trajner shqiptar, ndoshta një personazh si Lorik Cana, një ikonë e madhe, mund ta drejtonte një grup lojtarësh që luajnë në nivele të larta. Por për momentin, zgjedhja e trajnerit ekskluzivitet i Ramës dhe i Dukës janë të dy që bashkëpunojnë po. Patjetër. Edhe i Ramës? Pse ti bën sikur se di, po si gazetar, po se ti që të dy trajnerët dhe Cambiason dhe Silvinho janë propozuar nga Rama. Tini, që është menaxheri i Silvinhos, është mik me Ramën, i është kërkuar të vinë të japi CV të trajnerëve. Ka Silvinho, ka dhe Cambiason në Tiranë. Sigurisht në intervistë ka marrë Duka dhe sigurisht që midis të dyve ka vendosur Duka. Por sido që të jetë ka qenë një, domethënë ka kaluar nga paradhoma e kryeministrisë. Dhe meqense Duka është shumë i zgjuar dhe përdori këtë marrëdhënie, i kërkoi Ramës që në një vit i jepte një $700,000, 700 lekë të vjetra me VKM, me akt normativ që të pagunte kryeministria ekipin kombëtar dhe trajnerët. Është një kështu një gallat e madhe, ajo puna e premios që ka dhënë Fatos Nano $500,000 me 2004 me Greqinë. Po. Si ka dhënë kurrë? Asnjëherë. Ajo trumpetua nëpër media. Asnjëherë. Ka marr Luan Bregasin, shefin e këtyre bizneseve, ka shku te ekipe dhe i ka thonë që po fitut me Greqinë do t'u japin $500,000. Asnjë lek nuk ka ardhur nga shteti në Federatën Shqiptare të Futbollit, 0 lek. Pyesni federat. Dhe u detyroi federata t'ia paguaj vetë to lek se kishte premtuar lojtarëve. Morën gjithë nga $18,000 që përkonin shumë. 0 lekë në as i prem. Gjergj, unë e di që ti je gjithmonë i drejt për drejt. Jo, asnjëherë. Jo. Ti gabim. Unë vetëm i drejt për drejt ja. Po sa më dëgjova, sa më dëgjova. Është lajm më vëlla, kjo është drejt për drejt. Prit. Opinione, unë mendoj që lajmet janë drejt për drejta, opinionet s'mund të jenë kur drejt për drejta. Unë jam asnjëherë drejt për drejt në opinion, përkundrazi. Okej. Një tjetër citim i joti. Tani po të futem vetëm te citime se një ma hodhe poshtë. Okej. Kam detyrë të jap 10 të tjera. Mos më nxjerr nga kontekst. Jo, me sa kam kuptuar ka qenë që Armando Broja është lojtar stoli. Dhe do ta përmbledh prapë me dy fjalë. Njerëzit duhet të jetojnë me të tashmen. Të gjithë në jetën tona mund të kemi pasur njerëz shumë të rëndësishëm nga e shkuara, gra, dashura, miq, shokë etj, por nëse ne jetojmë me kujtimet, nuk do të shohim dot përpara dhe nuk do të ndërtojmë dot të ardhmen tona. Dhe unë për Armando Broja kam thënë që fatkeqësisht për të dhe për ne, për momentin është një e shkuar, të cilën neve po kërkojmë në mënyrë të dëshpëruar ta rikthejmë në jetën tonë. Dhe mirë, po bëjmë se ku i dihet, mund të funksionojë. Pra është marrëdhënie që mund të funksionojnë. Atë shans që po jep Shqipëria Brojës nuk do të kishte dhënë asnjë skuadër, asnjë lojtari të potenciali. Për momentin mendoj që është mungesë respekti për gjithë të tjerët, flitet vetëm për Brojën, që trajneri do t'i japë një shans dhe aktivizon, është një talent i madh, por yjet e vërtet janë Arbër Hoxha, Uzuni e të tjerë. Domethënë është mungesë totalisht respekti. Domethënë për gjithë pjesën tjetër që bën atë që bën. Kështu ndodhi edhe në Europian, Broja nuk luajti asnjë minutë eliminatore dhe ne diskutonin vetëm për Brojën. Tani po, si ka Leshi, po Asani, po tjerë. Kështu që unë mendoj që skip.
Broja duhet të gjej vetveten, ka pikpamja fizike dhe psikologjike për të rikthyer i pari. Anglia, Franca kanë lojtarë tuaj jo francez, kanë lojtarë që nuk janë nga shteti i tyre. Gabim mërbur, janë gjithë francez mërbur. Lojtarë që nuk kanë lindur në Francë. Po pse më ku ka lidh Berat Gjimshiti? Në Shqipëri. Jo, po Berat Gjimshiti ka lindur tokë shqiptare, po them Jo, lojtarë që Zvicër. vjen nga Afrika, Po e çfarë pastaj? nga Algjeria. Po e çfarë pastaj? Po pra, Nuk është argument. lojtar jo europian luajë me kombëtare europiane. Jo mor zemra, ai është francez. Zinedine Zidane është francez, lindur ku do qoftë. Turq që luan me Gjermanin. Ky çuni që bën golat me Kosovë ka lindur Nuk Gjermani. kemi turq. Po tani, pra, lojtar, ja ta shpjegojmë pra. Këta po të them. Këtë e shkruante njëri shumë bukur, në një forum një herë që në 2007 lexoja forumet greke thonin. Shqipëria pretendon thoshte që Sotir Nini, që është shkuar 6 muaj në Athinë, është shqiptar, pavarësisht se është në Greqi, më thash. Po dhe një çun që ka lindur në Australi, se ka gjyshen shqiptar, ne s'po t'i bëjmë gjithë shqiptarë por. Ai turku mos u të zin, është gjerman, po ai sa është dhe turk. Dhe në fund të ditës vendos në një moment të jetës tij të ka njerëz me dy komsiere, se unë jam lindër i Tiranës dhe unë nuk e përjashtoj mundësinë që mund të jenë përveç se shqiptar. Po ka njerëz që jeta u ka sjell një rrethant të tillë që mund të jenë siç unë Rudi Vatës, edhe shqiptar, dhe skocez, edhe irlandez. Se ka fshat në grus nga Irlanda, dhe në fund fillon gjithmonë gruaja. Me thënë drejtë me mbiemër Vata irlandez nuk ka parë ndonjëherë. I ke gabim, është irlandez ai. Okej. Ka qenë, Gjergj Mama ka qenë vitit 2009, diçka ti kishte gramozi një lojtar, kështu që u përfol që tentuan ta merrnim ne. Tu e kisha që ka Olaika u përfol për të ardhur kombëtare. Te këta lojtarë kisha fjalë. Kemi pas 2-3 lojtarë specifik që Ne kena pas një moment në vitin 2013 ku Alban Bushi ka shkuar në Athinë, ka takuar 2 futbollistë brazilianë të AEK-ut, sigurisht me atë të Dukës, për t'i bërë këta futbollistët me pasaportë shqiptare. Ishin brazilianë. Dhe për gati u bën dhe pasaporta dhe në fund fare morën vendim që lëre tani këtë muhabet, paktën ai që do li me Shqipërinë të ketë një rënë shqiptare. Po ju nuk e dini, dhe s'keni nga ta dini se Ivan Balliu, që luan sot kombëtaren shqiptar, nuk ka asnjë lidhje me Shqipërinë. edhe shqip nuk flet. Ore nuk ka asnjë lidhje me Me Shqipërinë. mbiemër Balliu nuk ka lidhje me Shqipërinë? Ivan Balliu nuk është mbiemër spanjoll dhe shqiptar. Ti thu që Po ja, kulturë gjona. më rrej shqiptar nga mbiemri Balliu. Ja ta them unë. Duka shef neshin televizor të Medzit. Lutem me Medzin. Dhe shef Balliu, edhe thot Ivan Balliu, thot Bombaki është shqiptar dhe niset të takon. Lutem Moris Diaz, lutem shumë mirë, pa që kishte nga Barcelona. Ulet me Balliu në tavolinë për të ngrënë targ dhe Balliu i thot, "President, respekte, po unë nuk kam asnjë lidhje me Shqipërinë." Si asilide, s'kam asilide, thot, unë jam bask, nga Andaluzia bask, Ivan Balliu, se ne nuk kemi ekskluzivitetin e mbiemrave, Balliu mund të jetë edhe mbiemër kudo qoftë. Stefan mund të jetë hungarez. Dhe Duka u tregua zgjuar dhe tha, "Okej, ne do t'i themi publikut që ti ke një sërgjyshe shqiptare që ka emigruar në Kalabri në 1500 në kohën e Skënderbeut, dhe ke një rënë shqiptare." Po futu dhe lexoj intervistën që ka dhënë Balliu, se kam thënë unë. Okej. Balliu nuk di as si fjalë shqip. Po. Lu me Shqipërinë. Pra ja ku kemi edhe në një rast që kemi bërë sikur dikush është shqiptar, pa qenë fare. Është vërtet. Pyeti Ivan Balliu, dhe unë këtë e kuptova kur Balliu tha, "Do doja më shumë të fitoja Europa Ligën me Rayo Vallecano se me Shqipërinë Europiane tash po." Dhe pastaj shpjegoi. Çaloi diçka. Unë tha, "S'kam lidhje me Shqipërinë, ora nuk ka asnjë gjurmë në Shqipëri. I kemi dhuru një pasaport për përfaqësuar Shqipërinë dhe shumë mirë kemi bë." Domethënë, pa e ditur dhe ne pasim një lojtar jo shqiptar në kombëtare. Po, është vërtet. Ivan Balliu quhet. Ktu pra ishte diskutimi im. Kam 7 vite që kam biznesin e ndërmjetësimit punave patundshme real estate. Tani. Dhe ecën shumë mirë. Dhe përveç se kam dhe një biznes sondazhesh, kam dhe biznes B&B. Domethënë kam disa biznese. Gazetarinë e bëj për qef. Kam dhe një podcast që quhet Rooftop, bashkë me Ledion dhe me Vinin. Atë kemi mund ta bëjmë biznes, po ai mendoj që është biznesi më pak filimprurës që do kemi. Po ti ndërlidhim këto dy botë për ty. Mund të bëjmë një lojë ku ne të prezantojmë ca lojtar dhe ti ke për detyrë për të shitur këta lojtar si prona. Po. Arlind Ajeti. Tash unë jam i papërgatit, por Ajeti do të ishte Rruga Kavajës 2+1. 2+1. Se 2+1? Pjesë ke pa është i qërë ndërhym, po. Rruga Kavajës tradicional. E kupton? Zonë e mirë Rruga Kavajës. Mirë. Mbi mesatare. Julian Sheu, Mespushori. Selit, akoma në Selit, nuk e dalë akoma në Selit, në Shërak. Kur ti ka kampionatin polak ndoshta Gagja ime me Qirallafi. Selit edhe 1+1, shkati 3. Po ka 3 pse? Gjimshiti çon Muslim Shyri. Pa, shikoj është, gjithë këtë çon Muslim Shyri. Që si mungojnë legët, po jeton mirë, jeton aty me lagjen me komunitetin.
Çun Muslimshiri. Popullor, domethënë kështu djalë i lagjës. Pa diskutim. Po lider. Po, aty Muslimshiri ashtu janë. Domethënë secili ka është leadership në llojin e vet. Thomas Strakosha. Në Strakosha në Tiranë jeton me qira. Armando Broja. Kë do jetojmë Londër apo kënej? Po më vlog pra se do të duket gjithkohë. Çunë që do të duket i vjen. Po jo se do të duket më po është Armando Broja më burr. E njohin gjithë ku mund të jetoj tjetër përveç se në blok. Pra, Argument. një çun që nuk ka lind në Tiranë, por ka kuptuar që në Tiranë jeta bëhet në blok Bëhet në blok. pas vitit 2000. Te bloki. Dhe ka investuar në blok. Është shumë blok. Gjë është e thellë te ato që thot, po kush kupton e kupton. Jo, pse? Arber Hoxha. Po ky. Këtë vej qingë vështirësi më se ky. Ky është nga periferia, po ta merr krahun dhe futet nga unaza. Arber Hoxha është çung kështu nga këto të instituti i gjenës të liceu aty nga mbrapa. I qet, paqësor. Te instituti Po, ti është zhdagje shtrejtë ajo. Rejmane. Pisha Rimane. Ky është pa shtëpi. Po pse na le pa shtëpi? Rej jeton në avion. Domethënë për Rej është çikorin e njoh dhe personalisht. Ka ardhur 5 herë me ble shtëpi. 5 herë. Donte me ble shtëpi në blok, donte me ble vile gjitha dhe në çdo moment thoshte Granada e gjej këtu, këtu e gjej këtu, këtu e gjej këtu. Pra është njëri i pavendosur sepse nuk mendon ende që shtëpia është në investim wow, do me bë biznese gjëra. Zanati. Mario Mitaj. Oh, Në Athinë. Në Athinë Kipseli, 2000 metra. Nuk ikën kur nga Athina. Elseid Hysaj blen pallat Velipoj. Ky është Shpisa këto të marri pallat një Velipoj, një në Shëgjin, ti bëj dhe Dhe një garazh me Ky makina. duket që është ai që shpenzon më shumë te kombëtare apo Ky duket më shpenzueshti, me çka paru. Duke parë makinat. Duke Dhe jo makinat. vetëm. Elsi ja, po pse? Nuk është kaq. Shumë duket se ka pëlqen paketën e E luksit. pëlqen ai, duket. Rruga barikadave duket kështu. Do të ria fryqendrës. Cristiano Ronaldo do blet tokën e vet, do ndërtonte vilën e vet. Ça qyteti? Ma merr Ti do mendje. të qefi. Në Vlorë. Po jo, Vlorë do tonte. Ne po flasim të jetoj në Tiranë. Vlorë, pra Ronaldo do merrte 10.000 metra tokë. Do bote i fush futbollit, do bote një vilë trekaçe, do të bënte. Pa mi koment nga regjia thon Surrel, por nuk e dëgjova. Po, dhe Surrel. Edhe për pak kohë. Mario Balotelli. Mario Balotelli është komuna Parisit, shtëpi me qira. Messi, në realitetin shqiptar është lind në Alidem. Në Alidem lindin futbollistat mirë, lindin çuna pa kështu pa ekzibicionizma, martohen shpejt aty brenda lagjes, kalojnë nga i pallat ekzistues në i pallat të ri. Domethënë është një lagje shumë autentike Alidemi, domethënë nuk dhe Messi është tamam çun që është lind në Alidem, por patjetër që jeta do ta bënte të shkonte të jetonte diku tjetër. Miami. Kemi 10 vende bosh. Okej. Dhe këto 10 vende mi mbush me 10 lojtarët më të mirë që mendon ti për futbollin. Aktualisht apo ndër vite? Ata që ti mendon ndër vite. Fillon nga vendi i 10 dhe dil tek vendi i parë. 10 Andriy Shevchenko. Okej? 9 Gabriel Omar Batistuta. 8 Zinedine Zidane. 7 Ruud Gullit. 6 Ronaldo Dalima. 5 Peter Schmeichel, ka qenë portieri i Danimarkës në 92. Po ka dhe djalin që luan prapë Schmeichel. Që luan prapë tani. 4. Dennis Bergkamp. E thash jo. 4 Dennis Jo, Bergkamp. sa ke thënë? Ka qenë super lojtar. Tani jemi te top 3. Podiumi. Vendi 3. Vendi 3. Do vej tani ca shihet mijat. Paolo Maldini, Vendi i dytë. Francesco Totti, I dyti. Si një Roma që la Totin dytin, vendi Dhe i parë lojtare me duhet një për jetë ty? Marco Van Basten. Marco Van Basten. Marco Van Kam Basten. nisë jetën duke pa i gol Van Basten në 88-ën, Holland Gjermani 2-1, kam qenë një alë për pushime, gjysmëfinale. Ai është kujtimi i parë që kam futbollit. Van Basten është në golin e dytë. Holanda fitoi me Gjermaninë, fitoi Evropianin atë vit, dhe që nga ajo ditë nuk ka fituar asgjë. Urojmë që të vijë një ditë që ta fitoj prap. Okej. Por ndoshta jo kur të jesh Shqipëria aty, se po e lëm gjithmonë shanset për Shqipërinë. Holland Shqipëri, le të fitoj Shqipëria s'ka problem. Gjell, falenderoj shumë për këtë bisedë të këndshme. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Gjithashtu. Dhe tani do thoni ç'ne jemi bërë ne gati, unë dhe man thot gati kështu me Doreza Boxi. Nuk kemi ndonjë plan zihemi, paktën jo për tani për momentin, por kemi një të ftuar. Por duhet të mbrojemi. Duhet të rrim pak në mbrojtje. Esmeralda Novruze, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për Ti- ftesën. Mirë se na erdhe. Je bokseria e vetme zyrtare në Shqipëri apo jo? Po, sepse me thonë mund të ketë bokserë të tjera femra në fakt, po janë shumë pakta, por momentalisht jam e vetmja që përfaqësoj Shqipërinë në
kompeticionet internacionale, domethënë. Po qenë për ty këto, nuk qenë për mua, po ti dhërojt. Tani, është pak, po them, e pazakont, gjithmonë boksi është identifikuar sport burrash, e i vështirë, i rënd. Si ka mundësi që një gocë futet dhe pëlqen këtë lloj sporti? Unë kam filluar sportin me kickbox, sepse baba im përfshiun këtë sport bashkë me motrën. Ai vetë ka qenë sportist edhe ka dashur shumë që të na përfshinte në një sport, ka qenë peshngritës. Dhe unë thjesht nisa me kickbox dhe pas disa viteve thjesht bëra switch nga kickboxi në box dhe ja ku jam, thjesht është pjesë e jetës time dhe e dua shumë si gjë. Nuk mund ta shoh dot veten time pa sportin. Për të parë në vitin 2023 jam boksiere e parë në gjithë historinë e Shqipërisë që kam bërë një ndeshje zyrtare në boks në kampionatin kombëtar, kështu që mora titullin kampione kombëtare, gjithashtu edhe boksiera më e mirë femër. Disa herë në disa ndeshje mund të kem marrë tituj të ndryshëm, si për shembull sportistja më luftarake ose më teknika. Kurse në vitin 2024 në Sofje, në Bullgari, ka marrë vendin e tretë në Europë, ishte kampionati Europian, U23. Bedri tani është arritja më e madhe imja dhe jam me të vërtetë shumë krenare. Dhe krenare je për veten, por si e ke parë të kthehet mbrapsht këto arritje deri tani? Sepse unë e di hallin e sportistëve në Shqipëri, përveç futbollit që çoçësh mirë ekonomikisht, sportet e tjera janë disi të harruara. Ti si një ish veteran taekwondoje, duhet ta dish më mirë. Ti çaj hallet, domethënë sepse përmende kampionate, përmende që ke shkuar në Bullgari, përmende kampionate që bëhen në Tiranë, bëhen dhe në rrethet në qytetet e tjera të Shqipërisë. Ke mbështetje apo i paguan të gjitha vet? Por, me thënë, në Shqipëri, se doja ta citoja këtë, nuk është se bëj shumë ndeshje, sepse nuk ka kundërshtare në peshën time, fatkeqësisht, kështu që gjitha ndeshjet unë detyrohem, duhet t'i bëj jashtë vendit, sepse jashtë normalisht ka boksiere dhe madje janë dhe shumë të mira. Mbështetja. Kush i paguan transfertat e tua? Normalisht ne marrim mbështetje nga klubi, unë jam pjesë e klubit Tirana dhe marrim mbështetje nga klubi Tirana. Dhe për këtë që dua t'i falenderoj. Nuk do thoja që unë kam vuajtur, ka paragjykime, po nuk e di pse, se nuk është se i kam ndjerë shumë në kuptimin, nuk është se më kanë bërë më pak të fortë. Nuk është se i kam lënë që të ndikojnë tek pjesa e stërvitjes apo tek vetja ime, po thjesht do thoja mbase ndikojnë do thoja mbase te mënyra e qeverisjes, në kuptimin atë japin shpërblimet tamam dhe a vlerësojnë femrën sa ç'duhet në sport. Do me thënë në këtë aspekt, por jo tek mua si individ, por ndoshta në botë kuptimin se si shndron femra në sport. Pra veçohet pak thua. Po, besoj se po, për mendimin tim po. E ka nisur që e vogël të shtohet e vetja dhe e do dhe më shumë. Jo, mua më bën përshtypje se jo akoma dhe më shumë. Për zotin është u duk që doli nga shpirti. Doli dhe me theks jugu. Ke fol. Jo, mua më bën përshtypje tha ka filluar e vogël. Ka rrije ti e vogël. Motrën. Kush ka qenë rivalet më të forta, se ndahen në bazë të shteteve, se gjithmonë Floro, në përtoartet marciale. Për shembull, kampionatin botror që u zhvillua në Liverpool, në Angli, medalet më të shumta i ka marrë Kazakistani. Dhe janë me të vërtetë elit. Kazakistani janë këto që u bëllë skandali rreth olimpike? Që ishte Jo, po thua për Gjinin, besoj. Më duket se ishte vajza ose sportistja. Nuk e di. Mos më duket e drejtë. Se kanë dalë shumë lajme, të cilat akoma nuk është se janë do thoja të besueshme ose le të themi një lajm tamam zyrtar, edhe pse ajo tashmë është zyrtarisht me aq sa di unë e skualifikuar, me thënë nuk lejohesh të marrë pjesë. Po, nuk garanton se vërtet. I bie që mund të ketë një lajm zyrtar, por që mendimi im është kështu që biologjikisht njeriu është XX ose XY. XX është femër, XY është mashkull, kështu që loja të jetë e barabartë, normalisht që femra duhet garojnë me femra dhe meshkuj duhet garojnë me meshkuj. Pastaj është tjetër gjë që ajo mund të ketë ndonjë, sepse ka shumë sëmundje të cilat i mund të kesh XX dhe ke disbalanca hormonale ose shumë lloj gjëra. Ky është varianti që doli, që ka disbalancë hormonale, paktën për rastin. Po gjithsesi më është avantazhi pa drejt biologjikisht më burr. Se di. Nuk jam e fushës edhe nuk dua ta gjykoj shumë këtë pjesë. Me thënë nuk dua të them as po as jo që kam bërë gabim që nuk merr pjesë
në kompeticione, por që thjesht di këtë që femra duhet garoj me femër dhe mashkulli me mashkull. Esmeralda, cili është një mendim i joti para se të futesh në ring? Domethënë, çfarë mendon që të japi më shumë mega, më shumë forcë, më shumë guxim? Them drejtën, në kampionatin europian, e vjen gjysh po mendoja është që bëja familjen time krenare dhe po mendoja edhe sportistat cilët më kanë inspiruar, edhe mendoja që përderisa ata kanë arritur, pse mos ta arrij dhe unë. Kush të ka frymëzuar? Dua ta përmend në fakt me shumë krenari edhe me shumë dashuri është Donjeta Sadiku. Është e vetmja sportiste me gjak shqiptar e cila përfaqëson Kosovën, që ka arritur të kualifikohet 2 herë në lojrat olimpike në sportin e boksit dhe nuk e ka arritur asnjë mashkull apo asnjë femër shqiptar këtë gjë. Dhe që të kualifikohesh Po, të kualifikohesh për në ato lojra olimpike është një mal për të ngjitur miqtë e mi. Dhe sidomos në sportin e boksit, por nuk e di për sportet e tjera, është super e vështirë dhe nuk e ka arritur asnjë. Dhe ajo e ka bërë 2 herë. Dhe ti e ke synim në lojrat olimpike? Absolutisht po, është synimi vetëm në lojrat olimpike. Nuk e bëj sportin e boksit për hobby, unë e lë direkt nëse bëj thjesht për të kaluar kohën. Më pëlqen që kur ka këtë pyetje del direkt, Pëlqense. bëhet vlonjate, thotë Sa unë. të thosha i del kjo vlonjatja nga brenda. Unë e lë vlla. E lë vlla. E lë vlla. E dorë nesër. E hedh në deta vlla. Çfarë është Esmeralda diçka që njerëzit nuk e kuptojnë aq mirë për boksin, diçka që kur e fshin nga jashtë nuk e kupton dot. Një, sporti nuk ka gjini. Sportin e boksit mund ta bëjnë dhe femra dhe zakonisht dhe shumë herë dhe femrat mund ta bëjnë dhe më mirë se meshkujt, ashtu si meshkujt mund ta bëjnë dhe shumë herë Siç më ne bëjmë më mirë. mirë kuzhinën. Po. Po, u tregove ironik. U tregove ironik. Dhe parajgjykimi i dytë do thoja që e mendojnë boksin sigurisht thjesht hajt të rrafim dikë. Boksi nuk është ndonjëherë mund të fitojë edhe ai që është më pak i fortë. Kohëve të fundit është bërë kështu trend i madh që këto youtuberat, Jake Paul, fillojnë na bëjnë ndeshje boksi dhe na kthejnë nga youtubera në profesionist. Po duket normale ty kjo gjë? Apo i urrejnë të ndeshjet exhibition, i thonë në gjuhën ndërkombëtare, ndeshje show. As nuk i ndjek shumë ndeshjet profesioniste dhe ndeshjet tilla exhibition që janë show dhe as nuk i pëlqej shumë sepse është ajo që the ti. E dëmtojnë sportin e boksit? E dëmtojnë normalisht shumë, e dëmtojnë shumë figurën e boksit si sport, sepse po të pyesësh publikun edhe popullin e thjesht, gjithë njohin boksin profesionist dhe nuk njohin ku diun një boksier amator olimpik. Por ne mund të provojmë. Stupizuar. Ne mund të provojmë një lojë të vogël aty. Esmeralda vendosi dorezat, është koha për një test të sinqeritetit. Ne do t'i bëjmë pyetje, nëse i pëlqen, do na e komentojnë, nëse si pëlqen, godet thesin. E nisim menjëherë me pyetjen e parë, këtë kam e merak se jam në çik ti vetshu. Esmeralda, një djalë që të shkruan vetëm natën vonë. Nuk komentoj fare, ram grusht, më dhim ti. Një shoqe nuk të uron fitoren. Po, përderisa konsiderohet shoqe, supozohet që të na urojë fitoren, kështu që I bën like vajzave të tjera. Ktu e ka. Si janë gjitha pyetjet për çunat një herë? Jo, S'janë kjo kanë është gjitha, për jo, jo. shoqet. E dita është për shoqe, kjo është për çuna prap. Si ishte pyetja? I bën like gocave të tjera. Ti bëj s'ka gjë. Bravo Esmeralda. Kjo është për qelluar këtej. Njerëzit të thonë që boksi është vetëm për çuna. Zoti i madh. Po jo më vlla. Nuk ta ngdasësh dhe Florin. Por Jo fort miku. pyetja e fundit. Njerëzit mendojnë që vajzat nuk mund godasin dot fort. Faleminderit që na ndoqët. Faleminderit Esmeralda. Faleminderit ju. Kënaqësi. Ishte kënaqësi. Ándale.